Sa muaj ndonjë në burg? 7 muaj, derisa zgjidha në një nga burget jo në Athinë, në një sepse unë isha një person që këtë dua t'ja lë faktikisht sepse për këtë do të vi një libër tjetër. Po shkruan përsëri? Jo, këto janë shkruar aty. I ka shkruar aty. Aty nuk ishte një, sepse unë aty dëgjova 3-4. Pra ndaj e ka mirë ti, se ti le të gjitha aty brenda. Sepse unë aty nuk lexoja dot. Pra kush ka kaluar në ato dyer e di. Aty unë nuk edhe pse thonin që aty do të lexoni, silli libër, koca ja çon një libër aty një të burgosur sepse një nga ato detajet që mund të them, në një dhomë ishin 22 gra. 22 gra, sigur edhe 22 miza, ta themi më të keqen e mundshme të jenë, do bëjnë zzz dhe ti nuk mundesh. Jo 22 gra. 22 gra në një dhomë? Në një dhomë. Po flasim për burgjet të këtyre korave? Po. 22 gra me krevate 2 katësh ose 3 katësh. Dhe aty nuk ishte e pamundur që të lexoja. E pa arritshme. Dhe duke qenë që është si ai lumi që kur ka rrjedhën për të shkuar në det, le të ketë ujë sa të dojë deti, ai mundet të nxjerrë, por nuk mund të marrë ujë nga deti mbrapa. Njëta gjë mu duk shkrimi. Fillova të shkruaj për faktin se nuk lexoja dot, pra nuk merrja dot gjë nga deti ta sillja mbrapa te lumi. Edhe fillova të shkruaj. Duke qenë që unë kam qenë një person që më ka pëlqyer shumë të shkruaja, dhe derisa unë zgjidha atë padrejtësi, që për mua ishte kulmi, u gjenda me një fëmijë prej dore në aeroport dhe gjende me arrestuar, ishte bërë gjyqi kush e di se sa kohë përpara, dhe unë s'dija gjë. Atë kishin gjykuar në mungesë? Po ishte çdo gjë, pra unë isha në kërkim. Diçka familjare apo diçka për fëmijën, domethënë bëj fjalë se nuk e kam qartë? Jo, ishte diçka që thjesht nuk kam shumë dëshira që të flas për këtë se do na marrë një kohë të tërë dhe gjuna të nxjerrë dhe jo, unë akuzohesha për diçka sikur kisha bërë në Greqi që në të kohë unë s'kisha qenë fare në Greqi. Pra që do të thot dikush kishte dhënë një detaj që një brune me makinë gri, që do të thot një që duhet të shqiptare patjetër. Po, sikur të kishin kaluar në atë ditë në kufi 3 brune, nuk e di këtë do zgjidhnin, sepse thjesht ishte një brune me makinë gri që kishte kaluar në kufi. E vetmja gjë që mua më mbante që isha e dënuar për aq vite. Por duke pasur një dënim aq të rënd, unë u gjenda te burgjet që i quhen për dënimet e rënda, dhe unë u gjenda në mes disa njerëzve që ishin ndryshe nga unë. Dhe unë aty duhet të mbjetoja, as më besonte njeri që unë isha e pafajshme. Madje ditët e para fillova ta thoja, pastaj s'thoja më. Pastaj fillova të thoja dhe unë që po, si ju kam vrarë dhe unë. Sepse duhet mbjetoja me atë. Ti ishe mes grasë që kishin vrarë, pra? Po, sepse unë isha nga ato që ishin dënuar nga 8 vjet e lartë, që do thotë dënimet e rënda. Sa kohë ndonjë? Gati 6 muaj atje dhe një pjesë tjetër që kjo është një gjë që nëse do të kisha fuqi me Greqinë, do të hakmerresha tek e tek me të. Sepse edhe kur mora pafajësinë, mua më mbajtën brenda plot 21 ditë. Pse? Sepse duhet të mbushej autoburgu që të më nxirrin në kufi. E të vërshme. Pra, këto, se unë po preka këtë, unë jam sikur të më prekësh aty ku se mban dot më. Prese se më dukej e pa imagjinueshme, nuk e perceptoja dot. Që ti je pafajshme, po dorish sa unë mora pafajësinë mua të dhe ndenta në përvende më të frikshme se mund të mendohen ndonjëherë që ka ai vend. Gjunaf që ai vend do. E bëjmë vetëm me ne, me shqiptarët apo e bëjmë me pak aty kishte edhe brenda aty ku ndodheshim. Pjesa më e madhe ishin ata që janë komiteti rom, pastaj ishin shqiptarët. Romët të shqiptarë. Ma lirë të lutem, Rezartën, mos ma hiq, jemi bashkë. Më thënë Romët të shqiptarë. Po, ishin pjesa më dërmuese dhe pastaj pjesa tjetër ishin që do të thotë, për mua ata që gjykuan mua, sepse edhe atë që kërkoja, sepse Rezarta sado që nuk ka qenë me mua aty, unë në çdo telefonat, çdo njeriu thoja vetëm një fjalë, ju lutem bëni diçka. Edhe ai që më ka gjykuar qoftë gjykatësi, gjeni shtëpinë dhe vetëm i thoni, se më dukej e pamundur, thosha njeri është dhe gjykatësi që më ka gjykuar. S'kë gjykoj dhe si më gjykoj? Vetëm se është një brune me makinë gri. Vetëm për këtë. Që do të thotë, nëse atë ditë kishin kaluar 3 brune, kë brune do të zgjidhnit? Që të merrnit, të vendosnit. Pra ata bën brunën shqiptare. Po pra se ishte një brune me një makinë gri që ka kaluar atë ditë në kufi dhe ka bërë këtë veprim. Që do të thotë, dhe unë për fat të keq atë ditë para disa viteve, 10 viteve, kisha kaluar vërtet në momentin e gabuar në vendin e gabuar. Po, dhe ata kanë pyetur, kush brune ka kaluar sot në kufi me kështu pan kamerat ata dhe kishin aty? Brunja është Eva Caca që ka kaluar me makinë gri. Pra që një koincidencë e tillë, vetëm se ishte makina gri dhe brune, u gjenda në këtë situatë. Dhe tu desh 7 muaj që që unë ta vërtetoja këtë gjë, sepse ti nuk shkoje dot në gjyq. Pse? Kjo është tjetër gjë.
Kjo është tjetër gjë. Është Rudina, unë kam ka kaluar çdo film dhe ajo histori që unë kam kaluar, por është gjuna që ta nxjerrim sepse unë e kam sjell në një mënyrë që kur ta lexoni, sepse aty nuk ka, sepse këtu unë kam marr skeletin. Skeletin e mora, e vesha, e solla deri aty, i vendosa zemrën, i vendosa mushkërinë derisa e kam sjell të veshur Besmirën. Kurse tek unë është e gjitha, me gjithë skelet, me gjithë është e veshur. Historia e Evës është e tillë që Eva thot, dakor, do e tregoj historinë time, po më vonë t'ju tregoj njëherë për çfarë pash aty. Kjo. Sepse ajo më shokoi. Jo, edhe sa njerëzore është Rezi. Sa njerëzore e gjitha. Gjëja që më ka tronditur kur lexoja librin, unë tërkohën përfituroja Evën aty. Pavarësisht se lexoja për Besmirën dhe tronditesha për të, ndërkohë kur aty tregohen edhe momentet e burgimit të Besmirës e tjera, unë përfituroja Evën. Dhe në sytë e mi shikoja një grua të tmerruar vetëm, pa asnjëri që troket dhe askush nuk i hap asnjë derë. Dhe Besmira tek unë u kthye jo në vetëm në një viktim, por isha, do të thënë, ndjeja atë përbimin që një femër shqiptare është krejtësisht jo në mëshirë të fatit, por është një qenie që mund të shkelet si një milingon dhe askujt mund të mos i vi keq fare. Dhe në përgjithësi me gratë është një qëndrim krejt ndryshe nga ato të shka përballojnë burrat në përburgje. Por është e njëjtë, me sa duket është e njëjtë, por kjo më të merroi mënyra se si ata i lënë romët dhe shqiptarët aty. Dhe po flasim për 2025-ën. Unë kam qenë në 2003-in, 2004-ën në një histori të llatarshme për mua si njeri në Greqi, kur zbuloj që çunat shqiptar të ashashit, të 2 gram ashash, po bënin burgimet përjetshme dhe avokatja e tyre, Niki Vavacula, që ishte, përkthyesja e tyre, Niki Vavacula, nuk dinte fare shqip. Nuk dinte shqip. Ata kujtonin se ajo po i përkthente greqisht, ajo nuk e kuptonte ata. Është një diskriminim edhe një poshtrim i jashtëzakonshëm. Dhe kush kërkoi ndjes për këtë gjë? Dhe kush i ktheu ato gjykime? Unë diçka tjetër që ndoshta këtu s'është as vendi për të thënë, për diçka tjetër. Unë e kam çuar në 3 avokat deri tani që të merren me këtë çështje sepse ajo nuk dëm shpërblehet me asnjë gjë. Unë ju siguroj sepse njerëzit që kanë kaluar nga ato dyert, edhe pse nuk i tregojnë, sepse njerëzit që dashur padesh kanë bërë një faj, gjenden aty, nuk e tregojnë sepse ne jemi mësuar me këtë që të fshejmë ato që vuajmë, se mos na paragjykojnë që mirë gjeti se a bëre këtë. Kurse një njerëz si unë që aty u gjet krejt padrejtisht, unë dua të tregoj gjëra që tu janë shumica shqiptarëve që i kanë kaluar ato dyert, qoftë edhe janë ndaluar për një ditë apo për 2, për një dokument që i ndalojnë. Dhe e di që do ta gjejnë me atë libër që vjen nga unë, do ta gjejnë veten, nuk e di se sa shqiptarë që janë gjetur nëpër Europë duke e vuajtur këtë histori. Dhe kjo është një nga meritat. Kam folur me 3 avokat se këtë dua më fal, Rezi, kam folur me 3 avokat që të merren me këtë, pra të gjendet si ndodhi kjo, dhe që të 3 kanë hequr dorë. Grek? Po, grek. Po pse? Sepse kanë hequr dorë, njëri thot ju kaloi data, njëri thot që po që nga shumë e kështu kjo, që do të thot çfarë ka aty, ose ata vetë me atë racizmin e tyre mbrojnë për mos dal Greqia keq. Sistemi mbron sistemin ai normal. Sepse nuk e kuptoj që një avokat të kërkoj, pra dua këtë ti marri dhe të mos merret me çështjen, thjesht të mos merret.